duket permanente, me eurodeputet që zbarkojnë në Tiranë, dje kishim një eurodeputet italiane, por është një listë me 5-6 prej tyre në rang evropian që zbarkojnë. Partia Socialiste pati dhe mbledhje në grupit parlamentar dhe duket se edhe turbulenca ka, nuk mungojnë. Spiro Pali u artikulua shumë, për pam një lloj si qetësie, ama zonja Koceku duket se u bë kryefjalë me reagimet në rrjetet sociale, me kërkesat shumëta nga mediat për të patur një reagim zyrtar për qëndrimet e saj rrjetet sociale për Partinë Socialiste, kur distancohet nga grupi parlamentar dhe me një intervistë të dhënë për mediat britanike. Çfarë po ndodh brenda kampit socialist në nivelin makro, kur shihet që ka situata që lëvizin? Dëgjoj, formacioni politik i Partisë Socialiste është një herëzi përbëhet nga 100.000 antarë sot. Dhe të gjithë antarët e Partisë Socialiste, duke filluar nga antari me thjesht deri te kryeministri Edi Rama, i intereson interesi kombëtar, intereson kritika shëndosh, intereson kritika çdo protestuesi dhe punon çdo ditë për të përmirësuar jetesën e çdo familje shqiptare. Kjo është një nga shtyllat kryesore të çdo antari një force politike, pra për ne si Partia Socialiste është që me qytetarin duhet të flasësh ballë për ballë, t'i qash hallin, përpiqesh të, pra për ne që kemi funksione politike, pra unë si antar Këshillit Bashkiak po flas. Ti zgjidhesh, të përpiqesh të zgjidhesh hallin, të arrish mirë funksionimin e një sistemi institucional që sot e më shumë se kur është shumë i nevojshëm. Pra, Partia Socialiste interesojnë që protestuesit të cilët dalin çdo ditë atje dhe reklamojnë pakënaqësi për çdo sistem, qoftë shëndetësor, simon, infrastrukturor, energjetik, ti marrësh të gjitha me radhë, i intereson që ti merret dhe ti zgjidhet ajo kërkesë, në mos ti zgjidhet të përpiqet të qahet halli dhe ti jepet arsyeja pse sot nuk është momenti për ta zgjidhur. Ma besoni që në Partinë Socialiste çdo kush, edhe unë që jam atje, dua që këtë vend ta kem nesër Zvicër, ta kem nesër një ekonomi më të fortë, ta kem nesër luftën e informalitetit, ta kem luftën 100%, ta kemi zjarrimin e zero korrupsion, por ama është një luftë e përditshme që bëhet nga institucionet dhe nga vullneti politik për të arritur atë majën që ne shqiptarët të përfitojmë ato benefite të cilët ky tranzicion kaq i gjatë na ka lodhur. Dhe ne jemi një luftë të përditshme për të përmirësuar. Po, për fakti që ka derivate, fakti që ka zëra kundër dhe fakti që janë në mënyrë permanente tashmë reagimet. Kjo është një nga kërkesat dhe të paktën në opinionin tim, jo vetëm se jam pjesë e Partisë Socialiste, një nga elementet më demokratik që ka treguar sot qeverisja socialiste është që të dëgjon, reflekton dhe kritikën ta merr dhe përpiqet që t'i japi zgjidhje që mos t'jetë më kritik. Nëse ju e mbani mend në 2013 1 milion shuplaka që ju dhanë qeverisës sa kohë ishte për shkak të sistemeve në kolaps edhe të një borxhi mos ma distancohet që sot ti e ke të përmirësuar disi. Koceku në këtë deklaratë që ka bërë për mediat britanike, duket se e hap më shumë situatën e brendshme. Dhe fakti që ka ato lloj reagimi, ato lloj artikulimi, çfarë tregon për Partinë Socialiste?